Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve këtu në Radio Televizionin Presheva. Fillimisht ju informojmë ngjarjet dhe aktualitetet ditore. Edicionin informative fillojmë me një reagim nga kabineti kryetares së komunës së Preshevës, Ardita Sinani. Në vazhdim kemi reagimin e kryetares komunës Ardita Sinani ndaj shkrimit publikuar në portalin presheva.com. Portalin online presheva.com më datën 26 qershor është publikuar artikulli "Janë në çfarë gjendje të mjerueshme është stadiumi Bari, i cili kushtoi 35.000 euro, në cilën ky portal qëllimisht dezinformon opinionin e komunës Preshevës, duke fajsuar udhëheqjen aktuale për shkaktimin e kësaj gjendje të barit të stadiumit të qytetit Preshevës. Vazhdim është reagimi i plot. Në portalin online presheva.com më datë 26 qershor është publikuar artikulli "Janë në çfarë gjendje të mjerueshme stadiumi Bari, të cilit kushtoi 35.000 euro", në cilën ky portal qëllimisht dezinformon opinionin e komunës Preshevës, duke vajsuar udhëheqjen aktuale për shkaktimin e kësaj gjendje të barit stadiumit Preshevës. Komuna e Preshevës me këtë rast ndjen në obligim që të sqarojë të gjithë qytetarët e komunës son se deri në këtë gjendje bari i këtij stadiumi ka ardhur fal papërgjegjësisë kryetarit kaluar Shqipëri Marifi. Kontrata për realizimin e projektit të terrenit sportiv në Preshevë me lartësi prej 10.861.037 pare është nënshkruar më datën 8 maj vitit 2015, që kishte paraparë mbjelljen e barit dhe ujitjen e tij me anë të përkatjes me hidrant. Mirëpo kryetari i kaluar Shqipëri Marifi, gjatë kohës sa ishte në pozitën e të parit komunës, e kishte ndryshuar këtë projekt duke porositur gypa nëntoksor që kanë kushtuar 1.500.000 dinar. Po ashtu duke porositur rollën e barit natyral të gatshëm që ka kushtuar 4.345.293 dinar. Është e rëndësishme të theksohet se vendosja e gypave nëntoksor për ujitje është bërë me aneks kontratë me punëkryesin dhe është nënshkruar nga kryetari i kaluar, kurse për vendosjen e barit nuk ka as aneks kontratë nënshkruar nga ish kryetari Shqipëri Marifi dhe nuk është bërë as prokurorim publik. Kulminacioni i papërgjegjësisë së ish kryetarit Shqipëri Marifi qëndron në faktin se edhe gypat nëntoksor, edhe rollnat e barit u porositën para se sigurohet se si e nevojshme e ujit. Mjerisht, pasi realizuan këto dy kërkesat e ish kryetarit Shqipëri Marifi me çmime ekstra të larta, u konstatua se në bunarin e hapur nuk ka ujë as për nevojat një familje e lëre më për ujitje me këtë sistem, të cilë për aktivizimin e ventilave i nevojitet sasi shumë e madhe ujit. Pra qytetarë nderuar të komunës Preshevës të dezinformuar me propagandën shpifse të zëdhënësit të ish kryetarit Arifi, portalit presheva.com, po shihni se hapat në projektin e stadiumit janë bërë mbrapsht nga kryetari i kaluar. Pikërisht janë këto arsye për shkak të cilave nga punëkryesi kontraktuar për projektin në fjalë, nuk është bërë dorëzimi teknik i stadiumit Preshevës tek organizata për kulturë fizike. Është krejtësisht e qartë se kjo gjendje e barit në fushën e sportit është pasojë e kësaj papërgjegjësie dhe paaftësie të ish kryetarit Arifi. Në këtë situatë janë duke u zhvilluar aktivitetet për hapjen e bunarit të ri për siguruar sasitë nevojshme të ujit për ujitje, thuhet kështu në reagimin e kryetares komunës së Preshevës, firmosur nga Ardita Sinani. Ndrojmë temën e informacioneve, shkrimtari Bilal Maliqi nga Presheva nderohet me çmimin e tretë, manifestimin tradicional Sofra e Ymer Prizrenit në zgarë të Opojës. Në manifestimin letrar dhe artistik Sofra e Ymer Prizrenit 2017, shkrimtari Bilal Maliqi zuri vendin e tretë. Shkrimtari Bilal Maliqi nga Presheva nderohet me çmimin e tretë, manifestimin tradicional Sofra e Ymer Prizrenit në zgatar të Opojës. Manifestimi letrar artistik Sofra e Ymer Prizrenit 2017, organizuar nga klubi letrar Luigi Gurakuqi Sharr, morën pjesë poet nga gjithë rrojet shqiptare. Konkursin poetik lexuan 32 poet nga cilët u përzgjedhën 3 më të mirë. Vendin e parë mori poetja nga Kuksi, Vera Istrefaj, vendin e dytë poeti Prend Guzhala nga Klina dhe vendin e tretë poeti Bilal Maliqi nga Lugina e Preshevës. Po kjo është një, domethënë, shumë e madhe për mua si krijues, si autori i poezisë që ka marrë çmimin e tretë, po ashtu edhe për Preshevë dhe Luginën përgjithësisht, sepse mendoj se kjo është çmimi i parë që i jepet për krijuesin që jetoi brenda Luginës Preshevës në zgatar të Opojës së Prizrenit. Ky manifestim është tradicional, bëhet çdo vit kur kem të figurës emblematike të Ymer Prizrenit, i cili ka qenë njëri nga themeluesit e lidhjes Prizrenit së bashku me Abdul Frashin e të tjerët, dhe këtu kanë marrë pjesë një numër i madh i shkrimtarëve, poetëve nga viset e ndryshme shqiptare,
Në atë manifestim lezuan 33 poet me 33 poezi dhe natyrisht kishte karakter garus. U mblodh juria me në krye me shkrimtari Riza Grajqec, i cili ishte kryetari i jurisë dhe nga 3 poezit më të mira, do thotë vendi i tretë më takoi mua. Vendi i parë i takoi Vera Istrefa nga Kuksi, vendi i dytë i takoi studiuesi Prem Bozhari nga Klina, ndërsa vendi i tretë më takoi mua. Cilat ishin kriteret? Po kriteret ishin si gjithherë në për manifestimet ndryshme të ketë art poezia, mandej mund të hyjë edhe recitimi, pse pak qalojnë recitimi, mirë po shifet edhe frima poetike, çfarë do me thënie ka, çfarë figura ka, dhe ai plotson kriteret që tjetë për çmim apo jo, meqense ka pas poezi të shumta të cilat kanë qenë me vërtet të mira, kanë qenë do të thonë 10 e garimit për 3 poezi më të mira, mirë po ja që u zgjohon në mesin e 3 poetëve. Ndarja e këtyre çmimeve është motivuese për krijuesit që të vazhdojnë në motutje me këtë veprimtari? Po sigurisht që është motivuese sepse të marrësh një çmim në një manifestim të tillë me karakter do të thonë barkombëtar është një shtytje për krijuesit e tjerë që jetojnë në Luginë e Preshevës, por edhe ata të Preshevës që jetojnë jashtë teritorit të Luginës së Preshevës që të punojnë, të konkurrojnë me poezitë e tyre, të afirmohen dhe po ashtu të sjellin së pari vetë çmim, po pastaj edhe Luginës së Preshevës. Në këtë manifestim nga Lugina e Preshevës, përkatësisht nga shoqata e shkrimtarëve Feniks, morën pjesë dhe lexuan Bilal Maliqi dhe Raman Hyseni. Nën kryetari i Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe ministri i Punëve të Brendshme Nebojša Stefanović tani më kanë nënshkruar me ministrin e Arsimit Mladen Sharqević protokolin mbi bashkëpunimin në programin Siguria Themelare e Fëmijëve. Ky projekt do zbatohet edhe në gjitha shkollat në Luginë Preshevës. Nën kryetari i Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe ministri i Punëve të Brendshme Nebojša Stefanović kanë nënshkruar me ministrin e Arsimit Mladen Sharqević protokolin mbi bashkëpunim me programin Siguria Themelare e Fëmijëve. Duke u falendëruar këtij, nga shtatori do të vendoset lënda e re fakultative në shkollat fillore për nxënësit e klasës së 4 dhe 6, qëllimi primar i cili është parandalimi. Nxënësit një herë në muaj do të kenë ligjëratë në tema të ndryshme mbi sigurinë komunikacion, ndikimin e dëmshëm të drogës dhe alkoolit, rrezikshmërinë, të cilat sillen nëpër internet dhe rrjetet sociale, thuhet në njoftimin e publikuar nga Info Qendra. Temat bisedime me fëmijët e klasëve të 4 dhe 6 do të përfshin edhe dhunën si fenomen negativ social, preventivat, mbrojtje e tregtisë me njerëz, si dhe çka është e nevojshme ndërmerret në mbrojtje nga zjarri dhe fatkeqësitë natyrore. Ministri Stefanović ka theksuar se të vegjëlit duhet mirë njoftohen edhe me bazë të sigurisë komunikacionit. Ai ka thënë se në MPB me këtë program do të marrin edhe numër të madh ligjëruesve të cilët do shkojnë nëpër shkolla. Ministri i Arsimit Mladen Sharqević ka thënë se vjen shumë mirë se dy ministrit vazhdojnë bashkëpunimin e mirë që kanë filluar në muajin shtator, kur ai dhe ministri Stefanović kanë vizituar shkollat dhe janë përpjekur që zhvillojnë sa më shumë masat e sigurisë. Veprimtari i çështjes kombëtare Dilaver Musliu në fshatin Strezoc ka ndruar jetë. Zoti Musliu ishte veprimtar i dalluar i çështjes kombëtare, luftëtari i 2 luftrave, asaj Kosovës dhe Luginë Preshevës. I ngjeri për një kohë të gjatë ka jetuar dhe në Shqipëri e Kosovë dhe kohëve të fundit ka jetuar në fshatin e tij të linjës në fshatin Strezoc. Veprimtari i çështjes kombëtare Dilaver Musliu dje në orët e pasditës në fshatin Strezoc ka ndruar jetë. Zoti Musliu ishte veprimtar i dalluar i çështjes kombëtare, luftëtar i 2 luftrave, asaj Kosovës dhe Luginë Preshevës. I ngjeri për një kohë të gjatë ka jetuar në Shqipëri e Kosovë dhe kohëve të fundit ka jetuar në fshatin e tij Strezoc. Ishte ai që me rastin e 100 vjetorit të shtetit shqiptar me disa vëllezër, një gjaku e gjuhë me Kremavliu Ngjilan nga një sheqiri Bujanoc, Nazim Ajdini me Dveq, kishin shkuar në këmbë për mblor. Ai ishte forma që ata kishin zgjedhur për të shënuar festimin e 100 vjetorit pavarësisë së Shqipërisë dhe për të përcjellë mesazhin e tyre se jemi një. Ata ishte më pas se 18 ditë arritën në vlorën heroike dhe dërguan mesazhin e qartë se jemi një kuqezi. Zoti Musliu rrjedh nga një familje e njohur ardhetare, ku kanë dhënë edhe dëshmor për flamurin ton kombëtar kuqezi, dëshmori në UÇPMB-s Mithat Musliu. Ushtruesi i detyrës së kryeministit Serbisë Ivica Daçi, që një herë është ministër i jashtëm, ka deklaruar sot se pret që dialogu ndërmjet Serbisë dhe Kosovës që të vazhdojë në nivel të presidentëve pasi do të formohet qeveria e re në Serbi dhe në Kosovë.
Ushtruesi i detyrës së kryeministit Serbisë Ivica Dačić, njëherësh ministër i jashtëm, ka deklaruar sot se që dialogu ndërmjet Serbisë e Kosovës vazhdojnë në nivel presidentëve pasi të formohet qeveria e re me Serbi dhe Kosovë. Nuk besoj se unë do të marr pjesë, kjo është çështje e formatit, i cili qemi sinqert kryesisht është përcaktuar sipas funksionit që e kryen Hashim Thaçi. U tha Dačić gazetarëve sot në Beograd. Më tutje Dačić ka theksuar se është më e logjikshme që ky dialog vazhdojnë formatin e presidentëve dhe se konsideron se kjo do ndodh kur zgjedhen qeverinë Beograd dhe Prishtinë. Vazhdim të nderuar televizionistë, shohim se cilat janë lajmet kryesore nga rajoni. Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, në zgjedhjet e parakohshme që u mbajtën para 18 ditëve, ka arritur të marrë 125.866 vota. Burimet besueshme të gazetës Zëri bëjnë ditur se këto vota Veseli ka marrë nga numrimi i votave të rregullta. Por ndryshim shumë vogël i rezultateve finale pritet të kenë nga numrimi i votave me kusht dhe atyre nga diaspora, pasi Ju ftoj për cilin parashkimin e motit për ditën e nesërme. Të nderuar televizionistë, ishte kjo e tëra sa i përket edicionit qendror të lajmeve për ditën e sotme. Unë ju ftoj që qëndroni në më tutje me programin tonë. Deri në orën 22, mirupafshim.